vërtet që është një procesi që ka të bëjë me shtetërore, pra zgjedhja pozitive. Edhe një herë po e përmendi që thonë zot dhe ato që nuk mund ta konsiderojmë si një epitet është bisedë mesmish dhe është me sarkazmi përdorur. Mirë po nuk ka të bëjë me seriozitetin e procesit as me gjëra të tjera. Pjesa tjetër është që do të shohim çka do të vendosë gjykata kushtetuese. Edhe është mësuar si një publikim i një plani. Edhe pjesa në fund është pjesa e ekzilimit gjithmonë paçi. Që i të se kam qenë duke e anuluar një termin që para planifikuar për një festë, për një miku, 2 javë më pas. Dhe thjesht kam thonë se seancat e parë planifikuara zatën më shumë dhe se nuk mund të vjen pjesë e ahengut edhe të ndaj gëzimin. Prandaj e keni parë në fund që në kam të thënë pjesë e gëzimit gjithmonë paçi. Edhe ju nëse nuk e konsideroni që është cërinë privatësisë, atëherë përbes nuk është më rëndë. A mendoni që do të shkojnë në gjykatë kushtetuese? Pra, mundimi të ketë pjesa tjetër e planit? A është plani vetë vendosjes? Nuk mund të flasë për planin e vetë vendosjes përderisa unë përfaqësoj deputetin. Po, ju mendoni që do të shkojë rasti në gjykatë kushtetuese? Se ju thoni që do të shkojë si do të vendosë gjykata kushtetuese? Prandaj, nëse shkon kushtetuese, nëse. Pra ky është plani për vendosje. Që të votojë para deputetin e Bashkisë, që deputet në Kubandë e Shkubitë. Zoti Bardiç, se i keni parë komentet e zonës Musliu që ka thënë që një njeri që ka kontribuar në luftë kthen paqe nuk duhet të shërbejë në shkatrimin e institucioneve të vendit. Zonja Kalamiti Musliu është kolegja ju diku në PDG. Nuk dua ta komentoj përdesë epitetin që më ka dhënë kolegja Musliu. Kolegja Musliu një prej po edhe familja Musliu të cilën e respektoj, prandaj nuk dua që në këtë konotacion politik të përzihet dhe tjetë mendimet tjera. A jeni qortuar nga subjekti juaj, zoti Bardiçi, për gjuhën që keni përdorur? Jo, për arsye se nuk ka pas hapësirë të diskutimit me këtë. Mirë po, nëse diskutohet, unë jam i gatshëm edhe kisha ndërmend që të kërkoj falje, tani kërkoj falje në qenë ndala këtë para jush, para publikut, nëse këtë qoftë ka mundër të falendoj qoftë individin, procesin apo institucionin, ajo fjallë që është përkërë. Zonjës? S'kam koment në këtë qytetin në këtë është do venduse. A mendoni të vazhdoni rrethet të tjera, apo raundet e tjera të votimit pavarësisht që jeni kritiku për shkelje kushtetuese? Unë nuk jam udhëheqës i seancës dhe ju e dëgjuat edhe pjesën e tandishme të seancës e cila është vendos për orën e pasdiqës dhe e dëgjuat në vëmendje se në të vendimin e gjykatës kushtetuese dhe në interpretimit të Venecijës, deputetit janë të obliguar të qëndrojnë në salë përveç në raste kur janë të arsyetuar nga kryetëvendari.